Olsi, kemi me gjithë këtë rrëfim, ndoshta në gjuhën politike, kjo është si kur t'ishe njeri për shtetit të Iranit, kjo është një farë rrëfimi vdekje prus. Dhe më thënë se ndërtosh një rrëfim se madhështia bombardimeve është gjithandej dhe mos të shosh se çfarë po ndodh mrenda dhe edhe nga qielli edhe nga toka, dhe më thënë të kërkosh një iluzion ose një rrëfim i cili është tragjik. E kuptoj unë... Nuk e mohoj që Irani po goditet. Ta përfundoj, se unë... Amerikanët dhe Izrael... Olsi, unë ndëgjova 2 monologje dhe tash po mundohem spaku ta racionalizojmë, ta bëjmë një bashkëbisedim, për arsye se ishte në mes rrëfimit dhe propagandës që është kujdesi joti ndaj asaj që përjeton, unë e kuptoj këtë, por hajde të kthehemi pak te koncepti real dhe gjuha reale e asaj që po ndodh. E para, po më flet për një ndryshim të njerëzve dhe nuk po e sheh, po themi kështu, tragjedin që po vjen për Iranin. Dhe mund ta quajmë tragjedi që vjen nga sionizmi, mund ta quajmë nga geopolitika, mund ta quajmë nga madhështia e Amerikës, pamëshirësia e saj, si doni ta quajmë. Por po flasim te gjuha reale e kësaj. Më thuaj, të gjitha njerëz që i përmende, djali apo ai tjetri që është një pasionant i ajatollahut, ma thuj, sa do qëndrojnë ta njerëz në këtë pushtet, kur mrenda Iranit ka një urrejtje të asaj që ka ndodhur që nga ardhi ajatollahut. Olsi, unë kam qenë në Iran, e kam përjetu. E di që keni qenë. E di edhe që ke qenë me gjithë Blendi Fevziun të qoj Abdullah Rexhebi. Edhe e kam përjetu Iranin, e kam pa dallimet serioze të atyre që e donë, që jetojnë mrenda Teheranit dhe ata që e urrejnë regjimit të Shirazi, të Persepolisi atje ku unë i kam shëtitur vendet. Aje që du të them, ky rrëfimi joti është një lloj ndjesie dhe dashunie që ke për Iranin dhe shiitët, që është për respekt. Dhe unë ta respektoj. Por ajo që unë... Jam nga sunitët e vetëm shqiptar besoj që e mbroj Iranin, nga që e kam vizituar dhe kam patur përshtypje shumë të mirë. Nëse më pyet se sa kam respekt për Iranin edhe për popullin Iran, kam pa kufi, se kum pa gjërat e cilat janë të jashtëzakonshme. Nga persët thuat apo të trimi ma? Është domethënë, nuk kam pa... Nga shahu para 79-ës, apo zhvillimet e pas 79-ës? Për poetet, po flasim për filozofët, po flasim për gjitha ta njerëz që sidomos i kanë pa në ato parqet dhe kujdesin që i kanë bërë iranianët të gjithë kujtesës e tyre, të dijes e tjera. Respekt për gjithë shka tjetër. Por regjimi e ka tepruar. Unë nuk mundet që në emën të korrupsionit të shahut të ndërtohet një regjim krejtësisht korruptiv moral, dhe i cili realisht e ka shkatruar dhe dekompozuar ndjenjen, krijimin dhe gjithë shka tjetër. Unë po them që me gjithë dëshirën tënde dhe pasionin për të dashur, prap po them që geopolitika përshkatron një qytetrim. Dhe po më vret shumë. Unë jam dakord me ju. Ju e keni vizituar Iranin, ju i njihni shumë mirë dassit në Iran, por duhet kuptojmë diçka tjetër, që Irani është demokraci. Dhe, për shembull, presidenti Pezeshkian, që është tani në pushtet, është nga reformatorët. Unë kur e kam vizituar Iranin për herë të parë në 2007... Demokraci që shtyp ato protestuesit në makinë policie. Olsi 3.000 vrami... 30.000. Për 3.000 zotare. 3.000 zotare. O Nazarko, nuk është Izraeli Iranit vrasi 30.000 veta, kamon tani. Statistikat zyrtare iraniane thonë që në proteste
në protestat që u vranë 3.000 veta dhe nga këta 700 ishin terroristë, të tjerët ishin qytetarë dhe organet sigurisë. E para, po t'i përgjigjem Batonit. Po. Irani ka ndryshuar baton nga i që ke parti atëherë, nga viti 2022 për shembull, se një nga problemet më të mëdha që kishte shoqëria iraniane ishte impozimi i shamis dhe rregullave të islamit. Nga viti 2022 qeveritë iraniane i hoqën këto ligje. Gratë në Iran ndoshta janë më lakurisht se sa gratë në bllokun e Tiranës. Në Iran konsumohet alkool, drogë, prostitucion dhe ka vese morale ndoshta edhe më shumë se sa gjen në Tiranë dhe në Prishtinë. Dhe ne të gjithë dim që Irani është një vend që ka shumë probleme si pasojë të sanksioneve etj. Por duhet kuptojmë diçka tjetër që nuk duhet të nënvlerësojmë nacionalizmin iranian. Iranianët janë personat që kodifikuan islamin. Ne kur falemi nëpër xhamira, shumë terme që përdorim namaz, abdes etj. I kemi nga iranianët. Rilindasit tanë Nga Osmanët, jo nga iranianët. Osmanët ishin të persianizuar. Se termat që përdorim, ne shumë terma janë persisht. Naim Frashëri, Samiu e tjerë shkruan në persisht. Por dua të them që ndërsa Irani ka probleme, ne duhet kuptojmë që ky është një qytetërim 6.000 vjeçar. Dhe iranianët, edhe pse kanë probleme me njëri tjetrin, kur përballen me një agresion të jashtëm, ata mblidhen rreth flamurit edhe kombit. Për personat që ndjekin mediat iraniane, shumë iranian, se kjo viti që po tregoni janë këta të paguarit që janë në perëndim, por shumë persona që nuk falen dhe nuk e din ku është xhamia, në momentin kur amerikanët dhe izraelitët rrafshojnë qytete, rrafshojnë lagje, bombardojnë spitale, bombardojnë hotele, të gjithë mblidhen rreth qeverisë, sikur tregon kjo pamje që ju po tregoni këtu, dhe mobilizohen rreth pushtetit të tyre. Dhe edhe pse shumë iranian e urrejnë islamin, kur shohin që generalet e tyre, që imami i tyre, se duhet të kuptojmë diçka që se domethënë problemi me shumë shqiptarë është nga që shqiptarët në përgjithësi janë popull pa din e pa iman, nuk arrin ta kuptojnë ndjesinë që ka vrasja e një njeriu të shenjtë. Ju shikoni këto pamje që po tregon regjia aty, njerëzit kanë dalë nëpër rrugë dhe qajnë për Khamenei, ashtu sikur sa ta mbaroj, sikur qante brezi i zotit Nazarko kur vdiqen Enver Hoxha. Dhe domethënë ata kanë një adhurim për imamin, sikur kishte brezi i viteve. Kemi fardhimbje, kështu që ky është dallimi. Unë për fat keq jam manipuluar atëre sikur këta protestuesit anti-islamik në Iran dhe ka marrë pjesë në rrozimin e bustit, por mbaj mend se si qanin njerëzit, ashtu sikur qanin njerëzit kur vdiqen Enver Hoxha. Ashtu po qanë njerëzit në Iran. Demokracia, këtë e provën që është demokraci, ka parti opozicionale. Shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, Partia Opozitare ka, se kanë qajtë për titull. Dhe sa mua më ka ndodhur Yazerxhi, mua më ka ndodhur një gjë më të mërshme. Kur ke qenë ti Ishim në restorant, në orën 12, dhe lajmi që 12 të drekës, fiks, vdiqen Enver Hoxha, dhe unë ishe në restorant dhe po hajnë gjithë mirë shumë, për në atë kohë, e ke parasysh, mishje e këto, gjera të ndaluar. E të lonë. E lam aty më burë, se s'mund të hajnë... Preorekse. Dhe mbeti kur po hajnë mishin. Sigurisht me që kishin fakt, sështë... Nuk vdik 2 orë më vonë. A i kështë vdekur gjanën, po pse e dhamë 12 dhe... A i vdekur gjanën. Nëse më lejon dy gjëra që... 2 gjëra po? Po, nuk u përgjigj pyetje, si sekund. Do me jo, e thaj, mund të sulmojnë, po me që do sulmojnë ata se ka gjatë, që do edhin? Kanë raketë balistike? Kanë raketë ata? Po si jam? Për tjetën Tirana? Për ishë një ato? Si shumë madhe. Po si jam? Irania? Po, mërë. Sa si shumë të madhe. Po ja ku e ke Qipron më burit dhe. Dhe ne mund të hamë në raketë. Po ja ku e Qipron më. Arrin distancën. Po dëgjoj që të bëjmë një dua që të rregullojë çik si vin me policinë antiterrorit,
inshallah, ato raketat iraniane godasin Manzën edhe nuk na godasin Surredin. Këto se pranoj. Po pra, Po, jo, tani Orçi, se tani pastaj që e prontë. Ja, Gjinishi, kërkoni që godasin Surredin. Gjinishi. Ne bezi kemi kryeministrin, mos bëni kështu gjëra. Gjinishi. Duhet lutemi për kryeministrin.